Articat vemat bucrën car, me fugire kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, ja ku takuam në rubrikën tonë Kombi Ynë. Sot do të flasim për një figurë jo aq të njohur, për atë Bernardin Palajin, fratin që rrëmbeu harresës këngën shqiptare. Në historinë tonë ka figura që nuk i mban mend vetëm historia e letërsisë, po vetë ndërgjegja e një kombi. Atë Bernardin Palaj, 1894-1946, është një prej tyre. Ai ishte prift, franceskan, poet, studiues, publicist, por mbi të gjitha njeriu që kuptoi herën se kur fjala e popullit nuk dokumentohet, ajo rrezikon të shuhet bashkë me brezin që e këndon. Prandaj ai u bë udhëtar i maleve, shënues i këngëve, përkthyes i një bote gojore në kujtesë të shkruar me një emër themelor i folkloristikës shqiptare. Në një përshkrim që tingëllon si portret i rrallë moral, Adsef Blumi e quan frati këngëtar, poeti, folkloristi, shkencëtari, ai i zog i rrallë, ndërsa Ernest Koliqi e pakzon me një titull që tingullon si jonë pashuar ndër breza, frati i këngëve. Nëse e shohim Palajin në dritën e kulturës dhe të kujtesës kombëtare, ai është një ngjarje e madhe shpirtërore. Jona e tij vazhdon. Vepra e tij na tregon si rindërtohet identiteti përmes rrëfimit. Jeta e tij përfundon tragjikisht dhe mbetet dëshmia e dhunës që synohet shkurt të rrënjët të kujtesës. Sot kur diaspora shqiptare kërkon të ruajë lidhjen me gjuhën, me historinë dhe me zërin e vendit, Palaj shfaqet si një urë e fortë mes Shqipërisë së brendshme dhe Shqipërisë së shpërndarë nëpër botë. Kur flitet për Palajin, shpesh kujtohet malësia jo thjesht si vend, por si laborator i një kulture gojore që rrezikonte të mbetej pa arkiv. Palaj u kushtua gjithë jetës, mbledhjes së studimit të këngëve rapsodike, legjendave dhe traditave popullore që pastaj të mund t'i bënte të përdorshme, të qasshme për brezat pasardhës. Palaj nuk ishte mbledhës në kuptimin mekanik të fjalës. Ai ishte një njeri i përkushtuar i terrenit, një njeri që e njihte komunitetin, duke jetuar brenda tij, jo duke e vëzhguar nga jashtë. Vitet tëra ai udhtoi në përmalësi, ul në oda, dëgjoi lautar, shkroi e krahasoi variante pa u trembur nga vetmia dhe vështirësia e misionit. Ktu qëndron thelbi i vlerës së tij. Ajo kuptoi se tradita nuk ruhet vetëm me respekt emocional, por me punë të durueshme, me shënim, me krahasim variantesh, me redaktim të kujdesshëm dhe në botim. Koliqi e vendos Palajin në një rang evropian të ruajtësve të epikës, duke i quajtur Lornoti i Shqipërisë, një paralele me përpilusin e Kalavelas finlandeze, ndërsa albanologja ruse Desinskaja e vlerëson si njohësin më të shquar të maleve shqiptare. Në vijim të kësaj linje, studiuesja Angela Cirinçone e njeh Palajt në vazhdimsi në shkollës franciskane të Shkodrës dhe traditës së Fishtës, duke vendosur krah Atrë Shtjefrën Gjeçovit dhe Marin Sirdanit si ndjekësa të Fishtës në rrugën e hapur për mjeshtrit. E po në të njëjtën frymë, Cirinçone nënvizon se Palaj është një figurë ndërlikume letrare me tri pamje kryesore: poetin, prosatorin dhe folkloristin. Koliqi, duke rishqyrtuar këtë renditje, do të vendosën në krye folkloristin, sepse Palaj, si i pari paraqitës i rapsodive të maleve veriore, zë vend kryesor ndër mbledhësit e këngëve popullore dhe puna e tij si folklorist, jo vetëm ushqeu prodhimin e vet letrar, por ndikoi edhe tek poetë të tjerë. Pikërisht këtu hyn vepra që shënon një kthes të madhe për kulturën shqiptare, Visaret e kombit. Bashkëpunimi me Donat Kurtin ishte një kapitull i madh në këtë histori. Në Visaret e kombit, ata sollën një pasqyrë të gjallë të këngëve, vallëve, legjendave dhe traditave, duke e bërë të prekshme për brezat, një pasuri që përndryshe do mbetej e ekspozuar ndaj humbjes. Në hyrjen e kësaj vepre, vetë autorët nënvizojnë rëndësinë e këngëve të kreshnikëve, këngëve të moshme, ose këngëve të lahutës, që rrëfejnë botën e gjetopashëmujit dhe luftën për liri, besën nder, e këngëve të ruajtura gojë më gojë për shekuj, e të njohura nga malësia e madhe
të Dukagjini, Kosova, Puka e mëtej. Por Padaj nuk mjaftohet me grumbullim. Ai hyn në brendin e materialit, analizon strukturën, temat, funksionin identitar, mënyrën si një popull dhe kodon historinë e vet në figure pike. E në këtë pikë, shkrimi i tij nuk është thjesht etnografik, ai është edhe kulturor, edhe politik në kuptimin e gjerë. Shkrimi i tij është politik sepse mbron idem se një komb nuk mbahet vetëm me institucione, por dhe me rrëfime të përbashkëta. Ai e shpëtoi traditën, jo si muz të ngrirë, po si një burim që ushqen krimtarinë dhe mendimin. Një element që e bën Padajn të veçantë është mënyra se si ai ndërhynte në tekste pa i deformuar. Koliqi jep një përshkrim tepër të qartë të metodës së tij. Padaj zgjidhte variantin më të mirë, e plotësonte me vargje të përshtatshme nga variantet të tjera, por pa cënue vetëdijshmërinë gjenuine të materialit, duke qëndruar në frymën dhe ligjërimin lautarëve. Kjo metodë është etika e redaktimit folklorik, duke ndihmuar tekstin të dalë në dritë pa ja marrë zërin. Në revistën Hylli i Dritës, Padaj botoi dhe përpunoi rapsodi që sot janë referenca themelore për epikën e veriut. Gjeto Bashëmuji, Martesa, Mujt e Mbreti, Martesa e Alilit, Gjet Abaz Alia, Muji e Behuri, ndërkohë ai mlodhi edhe doke, besime, kanune e simbole, në prozë duke zgjeruar vështrimin nga këngët të kulturës si sistem. Kjo e bën të kuptueshme vlerësimin për të. Nuk ishte vetëm korifeu folklorit shqiptar, por dhe shkencëtar i vërtet, ndërkohë Padaj ishte figurë e njohur publike. Ai ishte muzikant, organist i kishës së franceskanëve në Shkodër, mësues i shqipes dhe latinishtes në liceun Ilirikum, dhe një nga drejtuesit e gazetës Ora e Maleve, e cila pati rol në jetën politike kulturore të kohës. Pikërisht për shkak të kësaj pranie publike, ai u godit politikisht. Me riktimin e zogut në pushtet në dhjetor të 1924, u arrestua si kundërshtar, por u lirua pas ndërhyrjes së Lazar Mjedhës. Pra Padaj e provoi herët se të jesh intelektuali përfshirë në jetën e vendit, do të thotë të paguash shpesh koston e qëndrimit. Por kalvari i tij vazhdoi edhe më egërsisht, sepse erdhi viti 1946 dhe goditja nuk ishte vetëm mbi njeriun, por mbi arkivin. Në fund të atij viti, u konfiskuan shkresat, korrespondenca dhe arkivet e mbetura. U plaçkitën muze dhe koleksione, përfshirë Muzeun Folkloristik të Etërve Bernardin Pale dhe Donat Kurti. Kjo është një nga ato momente ku historia kulturore bashkohet me dhunën politike. Shkatrimi i materialeve nuk është rastësi, por strategji për të varfëruar kujtesën. Kujtojmë atë kohë miqësinë me Jugosllavinë. Pastaj vjen tragjedia personale. Në vitin 1946, Padaj u arrestua dhe torturua duke refuzuar të pranonte ideologjinë e imponuar. Dëshmi rrënqëse tregojnë për varrin e tij të lidhur dhe rrahjen për vdekje nga tetanozi, si dhe ato përgjigje të prerë që mbeti testament shpirtëror. Zoti im është në qiell. Jeta e tij përfundoi tragjikisht më 2 dhjetor 1946. Ai vdiq në burg, duke ruajtur besimin në Zotin dhe në atë. Por tragjedia nuk mbaron as me vdekjen. Sipas dëshmisë së nipit Luiz Gjergji, ai nuk u vra drejt për drejt, por vdiq nga pasojat të torturave. Familja u përpoq të merrte trupin për ta varrosur me nderime, por autoritetet nuk e lejuan dhe nuk dhan asnjë shenjë se ku do varrosej. Më pas qarkulluan thashëtheme për një grop gëlqerje ose për varrim pranë dom Lazar Shantojës, por gjithçka mbeti pa provuar dhe deri sot vendi i varrit të tij mbetet i panjohur. Kjo mungesë e varrit të atë Bernardin Padaj përmban një simbolik të fortë. Humbja e eshtrave shfaqet si metaforë një humbje të përkohshme të identitetit, por dhe si kujtesë e qëndrueshme e rezistencës. Atë Bernardin Padaj vjen tek ne si një figurë me peshë të dyfishtë, sepse njëkohësisht qëndron si kontribut i mirëfill shkencor në ruajtjen e folklorit dhe si dëshmi e një përkushtimi njerëzor ndaj kujtesës së komunitetit. Puna e tij e shndroi fjalën gojore në pasuri të dokumentuar, të vlefshme për historinë kulturore, për studimin e identiteteve dhe për kërkime mbi traditën. Pasuria që ai na la mbetet edhe një çelës interpretimi që ofron figurën e tij me shpirtin e epikës që mblodhi. Në folklor, kërshnikët mbrojnë nderin, tokën dhe identitetin,
ndërsa Palaj mund të shihet si një kreshnik i kulturës, sepse qëndroi i palëkundur përbalë dhunës dhe përpjekjeve për nështrim. Prandaj sot, kur e përmendim atë Bernardin Palajn, nuk duhet ta bëjmë vetëm si figurë të kaluarës, por si detyrë së takshmes, që ajo që Palaj i rrëmbeu arresës të mos mbetet sërish të cënueshme nga arresa. Në një kohë kur diaspora shqiptare është ndër ruajtëset më të rëndësishme të gjuhës së kujtesës, figura e Palajt na kujtojnë se identiteti nuk është vetëm ndjenjë, por dhe punë e përditshme, dokumentim, arkivim dhe mbi të gjitha një vendim i vetëdijshëm për të mos e lënë kulturën të bjerë në heshtje. Dhe nëse Palaj ishte frati i këngëve, atëherë edhe ne sot na takon një përgjegjësi të ngjashme dhe jemi kujdestar të këngës, të fjalës dhe kujtesës, që dielli i kulturës shqiptare mos pehet as në dhe as në mërkim. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund rubrikës son Kombi Ynë. Miru takofshim në emisionet të tjera. Partikat të bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.